Mirëmbrëma të nderuar miq të dashur, mirëmbrëma të dashur ndjekës që po na ndiqni në kanalet tona online, në kanalet tona digjitale. Ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin, takohemi në emisionin timin dhe tuaj, në fakt të dashur, emisionin A më dëgjon nga ky ambient kaq i bukur, për të kaluar natën e sonte një maraton të gjatë me një personazh të veçantë. Para se të filloj, njëherë pikë së pari dua të bëj gëzuar me të gjithë ju. Le të na shkoj kjo e diele bukur. Shpresoj që të keni kaluar mirë, të keni marrur energjitë pozitive nga dita e sotme dhe tani në darkë, si gjithmonë me mua, për të kaluar disa çaste fantastike, për të njohur personazhe interesant, personazhe që në fakt ne nuk i gjejmë shpesh në përditshmërinë tonë, sidomos të mentalitete, siç është Maqedonia, për shembull, një femër që merret me drive. Minjëherë të çon të mendosh çfarë është kjo, por gjithsesi ajo sonte do të zbërthehet nga kostumi i saj serioz dhe do të na tregoj çdo detaj në emisionin tim. Me shumë kënaqësi e pranoj ftesën, falni, të jetë pjesë në emisionin A më dëgjon, e njohur për publikun, figurë tashmë e klikuar shumë, Aishe Avdyli. Faleminderit shumë Aishe që je me mua. Faleminderit shumë për ftesën gjithashtu, ishte kënaqësi. Të lutem. Të prezantova si një njeri shumë të veçantë. Dhe realisht je veçantë, merresh me një, tani unë nuk do ta them profesion, por ty është më shumë ti pasion, nga kjo që unë e kam dëgjuar, një pasion i cili është shtys më e madhe nga familja jote. Po ne do flasim avash avash. Më thuaj një herë si je. Mirë, faleminderit, gjithçka në rregull, me shëndet, pikësparja mirë, tjerat te i kaloj shumë lehtë. A ndjesh komode? Po, shumë. Unë do kisha dashur që të reatorësin shtëpinë tate edhe të harojmë kamerat. Jemi këtu bashkë për të biseduar dhe për t'i dhënë publikut emocioni që vetëm një artiste, se kjo është art më vete, dita përçoj. Aishe, unë të kam parë në Instagram, të kam parë për intervista të ndryshme, në rrjetet sociale. Realisht je personazh që na ke bërë të studiojmë rreth teje. Dhe dua ta di kush je ti në të vërtetë përtej Instagramit, edhe përtej makinave, përtej asaj jetës që për dikë mund të jetë edhe jetë e çmendur, se jo të gjithë mund të kenë guximin ta bëjnë. Ashtu disi. Ashtu disi. Është e çuditshme. Kush është Aisha? Jam një femër si gjithë femrat, si gjithë nënat, sepse jam edhe një nënë e 2 fëmijëve. Jam një grua anvise në shtëpi, grua që kujdeset për familjen, si të gjithë gratë, kështu që thjesht jam një femër si gjithë femrat tjera. Punoj, studioj, gjitha i kam, do të thonë, si që kanë gjitha femrat. Bukur fort. Kur e kuptove që ti në ndjesitë e tua, do me thënë për këto lojrat interesante që janë, nuk je njëjtë si njerëzit e tjerë. Do me thënë ke ca dëshira që ta them sinqerisht unë nuk e bëj dot. Është pak interesant. Kur e kuptove këtë ndjesim? Me thonë drejtën, ka 5 vite që që kam eksplodu në botën time, që kam pas si pasion, ndoshta që nga fëmiria, do më thonë që kur kam qenë e vogël, unë e kom kuptu që jam një botë tjetër. Gjithmonë kam luajtur me vetura, do të thonë disa lodra jashtë lodrave të femrave. Kështu që më kanë interesu do loja që gjithmonë me shkujt, do të thonë drift, shpejtësia veturave, modifikimi, tuning, gjithmonë këto i kam pas, mirë po nuk kam pas mundësi që t'i shpreh. Kështu që tani ka 5 vite që kam eksplodu. Do ma kujtosh, pasi flet për fëmijërinë, do qëndrojmë aty. Cila ka qenë makina e parë që prindërit ose nuk e di, ndonjë kushëri ta ka sjell për ditëlindje, apo ishte mami ajo që më shumë të synonte, jo Aisha do merresh me kukulla, lëri këto makinat se po na çmend. Me të thënë drejtën, gjithmonë kemi pas edhe familjar
familjarë në Zvicër, Gjermani. Kështu që një ndër ata familjarët ma kanë sjell edhe një makinë të vogël, kështu që ende e kam atë makinë. E ruat si kujtim. Është një ndër makinat që unë e kam edhe, domethënë në ditë të sodit, është Dodge Challenger që marr pjesë në për tuning gara, domethënë është po e njëjta makinë që tani e kam në realitet. Domethënë atë makinën e vogël e ke bërë realitet sot. Po, sot e kam realitet. Tani nuk e di atë ka rënë në sy në TikTok një video që i futën në makinës edhe rritet ajo. Unë ashtu kam menduar edhe ta bëj. Mirë po, është grith makina në disa vende shkak që është shumë gjatë kohë në për Armane, ndoshta edhe kanë lujt pak fëmijët e mi, edhe për atë shkak nuk dojsha me rregullu. Mi ia dhënë një ngjyrë që ta bëj edhe unë ato që tani është rinë. Realiteti. A ka patur momente në fëmijërinë tënde kur ti vërtet je ndier një fëmijë pa dëgjuar? Domethënë ke patur këtë kokëfortësinë, nuk e di çfarë shenjë je në horoskop. Unë jam binjak. Binjak. Si mund të mi përshkruash binjakët? Janë luftë me veten? Mund ta kthejmë ç'është është vendi, e bëjmë ku vendin. Domethënë e luajmë rolin e politikës. Të gjitha gjërat janë në favorin tuaj. Mund ta ndroj shembull vetveten nëse jam në ndonjë ambient me gra, jam me gra. Domethënë nëse i futem në nuse, jam nuse. E pra se këtë dua të dalë, se ndoshta këto gratë që komentojnë, e ke parasysh të userat thonë, kjo s'di të bëj punë shtëpie, kjo merret rritën në makinën, kjo nuk di të bëj hyzmet. Ma tregoj çik raportin tënd si nuse. Unë ndoshta ka qenë edhe një ndër komentet që e kom pa, gruaja ka vendin në kuzhinë. Ti a din me bë ushqime, leje makinat, leje vetura, domethënë ka qenë një ndër komentet interesant që nuk e di si e mendoj një femër, nëse e ka një lloj pasioni, çfarë do të thotë që nuk i lën anash edhe punët e tjera. Kështu që unë pasi jam edhe një nanë e shkëlqyeshme për fëmijët e mi, besoj, si çdo nanë mundona maksimumin, i kam prioritet fëmijët, familjen, edhe njëkohësisht nuk do të thotë që veç ushqimet mi kam mësu nana, domethënë traditat tona, pite, flia, baklavat. Traditat shqiptare. Traditat shqiptare nuk i kemi lanë, unë edhe i kam qef gjellat zakonisht që i bëjmë tamam ç'është duhet. Po që dhe nuk i kom lanë edhe tradita shumë atë vjetra që unë i kom punu, domethënë punën e dorës. Nëse e mbajnë mend, shumë më herët është punu, domethënë kemi punu shamia, tentene, që thojmë na shqiptarët. Vazhdon ta bësh edhe sot? Po, i di gjitha. Domethënë kam kryer edhe një lloj praktike për rroba çepse. Nga që kam luftu për shkollën, sepse në atë kohë nuk është edhe një kohë shumë e gjatë, po unë jam viteve të 90-ta, kështu që ishte një dyshim a të vazhdon vajza shkollës apo jo. Kështu që unë në atë kohë e kryta edhe një lloj praktike për rroba çepse, kështu që di edhe të qep fustane, gjithçka, mirë po nuk më pëlqen ai profesion. Kështu, domethënë kam luftu edhe të kryj shkollë deri në pikën e fundit. Kështu që ja kam dalë. Pastaj u bëre nuse. Nuk më dole të nusja. Po, edhe si nuse, po. Gjitha traditat i Si ka qenë raporti një nuse, se cila merret me makina, që ka domethënë këtë botën brenda vetes që për dikë mund të jetë të çmendur, për mua është shumë e bukur sepse është adrenalin. Mendoj që në vend të nxjerrësh nervat të vjera, i nxjerrë makina. Jo, me vjerën shqyqyr zotit nuk kam asnjë problem. Si ka qenë raporti jot? Si është raporti me vjerën? Me vjerën është sikur nan e bi. Domethënë duket që ndonjëherë kam edhe shprehna shumë më shumë se me nanën. Nana është shumë e ngarkuar, nga që i ka edhe fëmijët e tjerë, kurse me vjerën jam të nditëm bashk, edhe ndoshta ajo i din më shumë ndjenjat e mia, më sheh më shumë sa merrem me fëmijët, me punët. Domethënë nuk i anashkaloj gjitha, i kam domethënë me orar. Kështu që edhe si nuse, besoj se ka pas rast që nuk më kanë njoftë. Që unë jam ajo femra që mire me gara, nga që jam vesh me dimia, jam vesh me fustane normal. Kanë mendu se unë jam shumë
wow, nuk mirem me fustana, nuk mirem me frizura, mirë po që jam një ndër ata që edhe i praktikoj gjitha. Se cila e ka kohën e vendin e vet, do më thonë, kemi kohë për gjithë shka. Tani që po fletë, din që më shko në mëndje? Se the veshdimia, do më thonë, shumë më këtë në këtë frymëzimin. Mendoj tani unë për shumë lajshja, me dimia, me këtë stilin që e bëjnë këto gratë me dimia, respekt e flokët që i bëjnë, do më thonë, edhe duke bërë drift me makinë. E ke menduar? Sa modernja dhe tradita bashkë. Po, sikur që isha tani interpretuar në Shote Galicën për 28. Do dalim edhe aty se ishe e veçantë. Edhe ata e komendu, do më thonë me u fut në drift. Shote Galica moderne, e kohës moderne, jam titullu, kështu që nështë edhe isha titullu Nusja e kohës moderne, pse jo. Mirë po i kemi veshjet edhe aty të veçanta. Po patjetër. Që do me thonë, gjithë ku në ki veshjen e veçantë. Do me thonë, pa marrë parasysh që ti ke një dëshirë për gjëra të këtilla, do me thonë për një art të këtill, sepse kjo është art, je edhe një grua fantastike në familjen tënde, një nënë e mrekullueshme, një nuse e mrekullueshme. Unë e di që ti ke patur raport mirë edhe me vjerin tënd tashmë i ndjer. Po. Si e kujton? Nga i më kanë ngel shumë fjalë, do më thonë që më ka këshillu, ndoshta ndonjëherë jam nervozu, më thonë, çfarë po më thot? Mirë po, gjithë shka që ka fol, tani po mbi ndërmend se ashtu është. Do më thonë, ka qenë një ndër njerëzit që ka kalu shumë njët, ka udhtu shumë, do më thonë, në për botë, edhe i ka ditë mentalitetet e shqiptarëve, të hujve, do më thonë, edhe një që shpesh ma ka cekë, për shembull, hape makinën, ti tregoj këto, kur të ndodhë diçka gjatë rrugës, mos e ndalo askënd, sepse je femër, ke pamje, kështu është më e mira për ty që të kujdesesh vetë për makinën, të mësohesh vetë. Kështu që më kanë ngel disa, do më thonë, ujin, ulen e makinës, disa rregulla që, për shembull, sot i kam me vete gjithkohë. Do me thënë, mbështetje ka qenë që nga vjeri, deri tek bashkëshorti fëmijët. Prej te baba fillim si qik që kam qenë. Nisur, çfarë moshe ke prek për herë të parë makinën që ke bërë eksperimente të këtilla? Për me startu me makinë, do më thonë, ka qenë që mosha 16 vjetë. Do më thonë, kam qenë vajza e parë në familje. Do më thonë, edhe baba është ndje pak i vetmuar, nga që edhe Axhën e kam pas dëshmorë në luftën e Bosnjës, edhe babi ka qenë gjithmonë vetë. Kështu që unë kam qenë një ndër ata vajzat si mashkull i familjes, më duket. Jam kujdes për shumë sene me babën, do më thonë, kemi punu tankos bashkë, edhe jam kujdes për shkollën, edhe për punën që ka punu, do më thonë, shqitore. Pastaj, gjithë shka jam kujdes unë, derisa e kom arrit një moshë që jam zhvillu edhe tani mi ka ndërprej dosejnë jo, s'ban, jo ban. Pastaj ka fillu me burin gjithë shka. Do ma tregosh momentin e njohjes tënde? Është shumë romantik. Momenti i njohjes ka qenë punë, një gjë që shembull unë as nuk e kam vërejt që ndoshta nuk ja konu syrin, por që ajo ka qenë duket një dashurin shikim të parë, nuk e di do flutra, qa po ndodh me mu, nuk e di, kështu që me kohë pastaj e zbulova se nuk po muj me nejt pa fol, edhe unë e majsha normal atë distancën, mirë po derisa bani bum, burri sot që e kam, edhe ma plasim tyrë se ka ndjenja për mu. Dhe si ishte reagimi jot i parë, do të thënë, kur ai të tha që ka ndjenja? Nuk e di, kom thënë, s'di, u blokova, shok. Gjithë shka ka thonë, kom thënë, nuk di, derisa, sepse kur t'je përballë, më duket që blokohet goja, nuk kom mund me u shpreh. Kurse pastaj në shtëpi, ndoshta tu e analizu, tu e mendu, kështu edhe. A mendoj që do t'jetë shtys në këtë drejtim për ty, apo nuk e ke besuar fare? Me thonë drejtën, që nga fillimi kemi qenë edhe si shok, edhe ka qenë një do më thonë, një mirë kuptim
gjithë shka që flisja, do më thonë, kemi pas shumë marrëveshje mes vete, tepër. Edhe nuk e kisha besu që nështë vjen kjo ditë që ai ka më kanë edhe iniciator për me vazhdu tutje unë. Po që nështë pak e kom ndjesh, kaq se shumë kemi besim mes njëni tjetrit, bashkëpunim, do më thonë, unë i kom ndihmu derisa kena jetu në Zvicër 9 vite, kemi bashkëpunu me vetura Zvicër, Maqedoni. Do më thonë, nuk e di, e kemi kuptu shumë njëni tjetrin, mos t'i bëj shumë publicitet, se kështu më thonë. Dhe që kjo ishte reklam për burin. Po, me të thonë drejtën. Reklama e te për e shet produktin? Mendoj se po. Mos e bleni. Mirë, po. Mos e bleni. Mos e bleni se ka skadua fati. O, zot. Tani, po na flet vetëm për dashuri të bukur, sepse unë e njoh burin tënd dhe mund të them me plot gojë që është njeri mrekullueshëm. Është arsyeja që ti e ka që fort, është arsyeja që ti sot lulzon. Pse vetëm në të gjitha ëndrat e tua? Është njeri mrekullueshëm vetëm Maja, po edhe unë? Më vjen keq, flasim për bashkëshortin. Kështu që bliheni. Kemi ra dakord, kështu që dytë jemi ndoshta. Vetëm se një e kemi se ai nuk flet fare. Je ti ajo që flet. Unë e flas, ai edhe aprovon çdo gjë. Për një grua ta ketë burri një dëgjues të mirë, por ndoshta do më thënë ai dëgjuesi kur plas. Unë nuk e di. Mundohem tik. Mos tash, ama nuk zgjat shumë. Nga që nuk e kom pru punën ashtu deri aty, sepse e njo. Ai ishe binjak. Po. Politikane pram. Në me thënë e dzirë me njëherë shpirtin tjetër. Po. Ma trego një momentin tuaj të sikletshëm në marrëdhënie. Ka patur momente kështu? Përpos bukurisë të dashurisë. Ka pas, për shembull, kur kemi udhëtu herën e parë në pushime, muajt të mjaltit, në Egjipt. Nga që si që dinë edhe në Arabi, do më thonë, njerëzit janë pak më, do më thonë, arabët vrapojnë pas të bardhave. Momenti më i sikletshëm ka qenë ai kur më është ofruar dhe më ka thonë you have beautiful eyes. Dhe unë në atë moment nuk e njihja në atë pjesën e xhelozisë. Po. Do më thonë e njihja si person edhe nuk kemi pas diçka mosmarrveshje asnjëherë. Edhe në atë moment nuk më ditë që mi thonë sepse ishte bashkëshorti të marrë vetë shërbim ushqimet. Edhe në atë moment i kam thonë go. Ai ka qenë sikleti më i madh se nuk i disha se si do vepronte bashkëshorti. Go ai në Albania. Po, fiksi kam thënë ashtu, my husband is Albanian. Edhe jo, si kish dert fare hiç, po që kur i thash që jam edhe muslimane, nuk kam qef në këtë mënyrë, ai tha, okay. Në atëre, do më thonë, më largu, po edhe kish njifke edhe kombin shqiptar mirë. Po sa e ka të vështirë për shembull bashkëshorti juaj zotria Liu të jeton me një grua VIP, se për shembull unë e di që ti më herët ke qenë një çik edhe xhelose në marrëdhënie. Një qik si shumë. Edhe aty të shkretit ja ke nxjerr. Po përbes, tani nuk e di ai pse s'po ma nxin mu, po ndoshta pse kur të futesh në VIP, si që edhe po thonë. Mendoj unë sepse ne njerëzit që flasim shumë, ne u argumentojmë të gjitha gjëra dhe i ka të gjitha faktet. Po, i flasim gjitha në tavolinin nxjerrim. S'ka nevojë. Ma tregon një momentin tuaj se i keni shumë të bukura këto, unë vdes për këto momentet e juaja të xhelozisë. Momentet xhelozisë? Kemi shumë. Keni interesante. Nga që mi ke thënë dhe unë kam qef publiku të kënaqet sonte. Po, nuk e di kam shumë, nuk e di as cilën ta cek. Ndonjë me dritare për shembull. Po e marr mend, po. Ka qenë historia që mua më ka rregulluar natën. Historia që kur unë nuk kam has në asnjë momente të tilla, edhe do më thonë pa ta udhëtu vet do më thonë në Zvicër, fëmijët i pa ta lënë këtu, do më thonë veç sa u pa ta shliru nga xhelozia, e pa ta largu total, po as nuk e mendojsha më xhelozin, nga që edhe u bën disa vite, nuk është maja e njëjta. Mirë po, kur udhtova në Zvicër,
bashkëshorti më tha, derisa je vetë në banesë, hajde me mu që të udhtojmë bashkë, edhe 1 orë kemi deri tek ndërtesa ku duhet mas dritaret, sepse ka firmën e dyrëve dhe dritare. Po aty tha, ti do rish, unë doj mas dritaret, vetëm ma jeni fletare. Aty, do më thonë, Zvicrand nuk e kanë shumë, do më thonë, nuk e kanë problem nëse të paraqiten ma të veshje që janë. Edhe unë kur u futa në ndërtesë, do më thonë, ajo ishte nervozu. Edhe pse ishte bashkëshorti aty, mu më kapi ajo. Po mi pra ne shqiptarë që të bëjmë. Edhe unë u futa, po ajo dul me banjark. Në atë moment, unë mendova se gjithmonë kur shkon me ma dritare i dalin me banjark. Imagjino madja ju grua, sa? Po. Do me thënë, pse po t'ishit ju me shkujta nuk do mendonit edhe ju të njëjtën. Ja, po nuk shkonim ka shtellë, ne tani të lutem. Edhe pasi e pash atë, nuk e pash njerë bashkëshortin se mu të rru krejt, aja me nervoz, sepse ishim disa minuta me vones, do më thonë që ja pra në fat gjendje më keni gjetur, po të kishi ardhë në kohë, do më thonë nuk do isha në këtë gjendje. Do isha e veshur. Do më thonë, tashti shifëm kështu që jam, do më thonë, e kishin sikur e vonu tashti. Po. Krejt ishte e poenta, po. Do paguash dënimin në një farë mënyrë. Veç ishte dënimi rand. E pagova unë në dënim. Dhe reagimi o cili ishte me burin? Jo, unë thjesht vetëm u blokova, as nuk mund të flisja, vetëm e shikim njerë qesha, sepse pa të kalu ajo xhelozia e tepërt, mirë po kur shkom në shtëpi, kalun orë, do më thonë mëngjesi. A i ka thënë, ka diçka këtu se s'ka shans, kjo ka qeqet. Jo, e ka ditë se une gjithmonë jam e qetë në këti raste, mirë po, deri në mëngjes, veç kjo truni, do më thonë, përpunoj ke gjithçka. Ti aty skenare. Po, se zakonisht dritaret kur matën, kur t'janë, do më thonë, familjarët në shtëpi, ose kur t'kthehen nga puna. Po, jo me banjark dritaret tashi. Është normale. Ka ndodhë, po pasi i pat bashkëshortin s'ka derë. Ajo ka qenë një pjesë që, do me thonë, sa po mbaroj xhelozia, ma startoj edhe njëherë, po joja, e lasha në shkrejt. Do me thonë, sot e kësaj dite jam e qetë, shqyqër Zotit, nga shof, do me thonë, rrethi, shoqënia, se çfarë xhelozie ekzistojnë edhe, ndoshta është edhe një lloj budallakie. E vërtet. Me kohë, ajo, gjithçka ishte me kohë, do me thonë edhe unë atë moshën e re, kuptohet se edhe ai ka qenë koqa një mashkull bilder, me thonë, bokser, kështu. Po e sheti çiksi shumë. Unë e kam parë ashtu, tani mirë është. Ka ndryshu pak. Jo, shumë mirë. Dëgjoj, unë seriozisht, domethënë ju përgëzoj për këtë afrimitetin që keni, për këtë shoqërinë që ju keni ndërtuar mes jush, sepse unë besoj në një thënie që dashuritë e bukura dhe dashuritë afatgjate janë ato dashuri që në mes kanë shoqëri. Po. Dhe tek ju të dy e pash këtë gjë. Si e mbani këtë dashurinë kaq të bukur? Domethënë ju jeni sikur jeni njohur dje. Me të thonë drejtën... Marshallah se po marrë mësishe. Po, është e vërtet se gjithmonë e kemi, mendoj, të njëjtën ndjenje, ka më thonë, për shembull edhe, nuk e di ka, po besoj që po. E ka. Kështu që mendoj se është... Mos bëj skenare. Gjithçka është, nuk e di, dush me mendu gjithmonë ato momentet kur jetu aku, momentet të mira, ndoshta, nuk e di, surprizat, sepse një dhuratë e vogël gjithmonë e gëzon një femër. Edhe kështu që është një ndër ata që kujdeset për këto gjeste. Unë e dua në fakt delikatesën e femrave, po edhe një dhuratë e gëzon një mashkull. Është e vërtet. Po. Sepse ne na keni hiq kështu çiksi. Gjithmonë për ju dhuratë. Jo, unë nuk i kam hiq. Unë vazhdoj. Unë e di që ti je shumë romantike në drejtim. Jam romantike, domethënë kujdesna edhe për psiqikën. Qysh mund me pranu nëse edhe kur kam fillu në sportin, jam para se me fillu, domethënë kemi qenë diskutime a të vazhdoj apo të tërhekna. Nëse ti ndjehesh keq, unë e tërhekna, sepse jeta është me ty, jo me sportin. Për mendimin tem, karriera është një gjë që
mund të arish edhe me sukses tjetër. Nështë sepse është kjo një pjesë e sportit që dominohet nga meshkujt. Dominohet. Është e vërtet që dominohet, mirë po nuk do të thotë që edhe mund të marrin pjesë edhe femrat. Ka bura këtu. Ja ku jam. Ne do kalojmë një jingle të vogël, edhe do rikthehemi përsëri këtu bashk, duke pirë nga një lëngë dhe duke bërë muhabet për këtë rrugtimin tënd të bukur të këtij artit, dhe do flasim se në fakt tani bëj vetes pyetje pse bëra skenarin kot. Akoma s'ke pyetje sa kam. Të futemi pak te kjo pjesa e bukur e kësaj ëndrrës që sot është realitet, të këtij udhëtimit që në fakt mua më duket një udhëtim i çuditshëm dhe dua të zhytem në këtë udhëtimin tënd. E ndjekim jinglen dhe takohemi përsëri në studion ton apo në vilë, si të dëshironi ju. E pra, Aishe, besoj që po argëtohemi sonte. Nuk e di pse më thonë të gjithë mysafirët që me 2 minuta shkojnë si me ujë. Sikur jemi 5 minuta. Edhe seriozisht, do me thënë, edhe me emisionin tuaj, po kaloj kështu një maraton të shkurtër që them amon si nuk janë këto minuta një 2 orë t'i flasim të gjitha, mos na mbetet gjë në zemër. Janë temat interesante dhe një temë që nuk e ke dëgjuar është sporti që nuk e bëjnë gjitha femrat, edhe kështu është diçka e re. E the që parë që njerëzit e kanë thënë që kjo punë nuk është për vajza. Ky lloj sporti. Shumë. Cili ka qenë komenti më i shpifur që ke lexuar për veten? Unë komentet ka një kohë që absolut nuk i lexoj ndoshta. Janë njerëzit që mi thonë a e ke pas se shat kanë shkrujt, edhe zakonisht e tham hajt s'ka dert, se s'kan tjetër punë ato që janë të pa punë edhe shkruajnë komente. Mirë po, janë 2 komente që në fillim të karrierës, po tham karrierë, njëra ka qenë që më kanë paragjyku pamje, do më thonë është... Në pamje? Po, sepse kam pas pak një qik hundën këtu, derisa... Këto shqiptarët janë të mekim fare. Ka qenë komentin, videon e parë që e kam bërë një intervist, edhe më ka shënu femër. Ati burit tonë mund t'i thuash le ta rregullon hundën, leje makinën. Edhe nuk o kanë, do më thonë, diçka e keqe për mu, se mu ka kesh. Dhe ku më thonë, wow, s'kam dalë për mis, që me shpalos, do më thonë, pamjen time, por kam dalë me shpalos talentin tim që e kam për vetura. Do më thonë, kjo ishte një përgjigje, edhe dyta ka qenë që më ka djeg, do më thonë, për bashkëshortin. Gjithë kur të më prekin të bashkëshortin dy qysh. Çfarë ka qenë ky komenti për bashkëshortin? Çfarë buri është naj që të kalon me dalë. Edhe fjalë të më të rënda, ndoshta, së një cekit. Më vjen keq për shoqërinë tonë, sepse pikërisht njerëzit e këtill janë ato të cilët ne i dëgjojmë çdo ditë, jam i sigurt që edhe ti i dëgjon, që një grua ka mbytur veten, një tjetër është vrarë, dhe kjo vjen nga presioni i bashkëshortëve të këtill, që do të thënë gratë quhen si prona, dhe unë për këtë gjë duar trokas bashkëshortin tënd, që është një shembull që pa marr parasysh jetës, familjes, përditshmërisë, edhe ti je njeri, dhe ti ke dëshirat, dhe ti ke qefet e tua, dhe ai është mbështetja dhe plotësuesi i dëshirës tënde, dhe prandaj ju të dy lulëzoni. Po. Nuk jeni si ato tjera që... Ashtu fiks, sepse aja ka zbulu edhe tek unë këtë lloj, do më thonë këtë lloj pasionin që e kam, do më thonë ma ka nxjerr atë Aishën e vogël mbrenda. Atë luani, unë ja tregojsha si pralla, që kisha pas qef, mirë po aje ka shpalos. Do më thonë, nuk është diçka e keqe, vazhdoje, jam unë e pranë teje gjithmonë. Kjo është dhurata më e bukur. Kështu që hapat bashkë, çdo hap të jena bashkë. Unë të shoh si njeri shumë të fortë. Më thënë, më dukesh një femër e pathyeshme, një njeri që ndoshta çdo stuhie i del përpara. Po le të ikim lart kamerave, le të kthehemi në dhomën tuaj të ndenjës. Në një natë të vonë. Vetëm në dhomë, dritat e mbyllura, vetëm drita e televizorit. A ka momente që Aishja lëshon shpirtin më dhe fillon të qanë, kujton diçka në jetë, apo në dietë e pa realizuar? Çfarë bën Aishën që të breket? Që
që më prek mas shumë të janë nështë ndonjë gabim që e bëj në jetë që e kam bërë. Nështë nuk kam edhe shumë gabime, nuk e di, mas shumë të ndaj prindve, nështë janë ato frika ndaj Zotit, do më thonë, këto janë që une mas shumë të lotë lëshoj vetëm për Zot, do më thonë për Krijuesin. Ose ka raste që shembull është kërku ndihmë edhe nuk kom mujt me ndihmu, ndoshta edhe kom bë lutje. Këto janë ato momentet që me një dhomë vet ose një natë vonë, këto janë mendimet që më vinë. Ose ndoj fëmijë që e kom pa me të meta, ose ndoj prind që ka qenë me fëmijët, ose ndoj rast që janë vëra djemë të ri, do më thonë jam futë në shpirtin e një nane, sepse vetë jam me 2 djemë edhe mendoj jetën tutje, mendoj largë, po t'jem unë në vendin asoj nane, do më thonë, këto janë momentet që nashta më prekin në shpirt. Edhe pse shpesh dëgjohen shemull jo mos marrëveshje me palën Maqedone, palën Serbe. Mirë po, te ne po më pengon sepse po vritem mes vete. Do më thonë, këto janë ato mendimet e mia që vinë natën, shkojnë, këto i kam, edhe në shumë të në rasteve, më shumë i shoh momentet pozitive. Ose planet që sot më kanë realizu, do më thonë, gëzohem edhe lëshoj lot gëzimin, ndoshta. Po nuk është që nuk lëshoj lot. Jam shumë e ndishme. Në jetën reale jam shumë e ndishme në përgjithësi, edhe pse ri vetëm të buzëqesh, edhe pse mundona gjithve, do më thonë, mi ofru një buzëqeshje ose mishti me qesh, jam pozitive, sepse ura edhe mendoj nëse e shprej, nuk mund me ta hek askush. Do më thonë, armikun e knaq, nëse ti e shprej, po edhe ata që i donë nëse qofin atë gjendje nështë asën të ndihmojnë, kështu që është më e mira vetëm me Krijuesin me shprej ato që ndjej. Çfarë është vajza për një baba? Me thonë drejtën është kraj djathtë. Do më thonë që unë sikur një vajzë që jam, unë i kisha dhënë gjithçka për baban tem. Nuk e di, luftoj edhe sot e kësaj dite, çka do që i vinë, do më thonë jam aty për babën. Çfarë të trëmës shumë ti në jetë? Nuk e di, fëmijët e mi, ndoshta ardhmja e fëmijëve të mi, ajo mas shumë ti. Dështimi i suksesit jo shumë. Aq sa kam fuqi, aq sa kam shëndet, do luftoj për gjithçka për veten. Mirë po, frika e vetme është e ardhmja e fëmijëve të mi. Edhe pse ajo i takon vetëm Zotit. Në dorë të Zotit. Por unë do mundohem t'i edukoj si prind që e kena për detyrë, t'jen një shembull i mirë, t'jen një burr i shkëlqyer për një gru, sikur që është edhe baba i tyre, kështu që cili fëmijë ngjason më shumë ti me ty dhe cili me babain? I madhi ngjason me babain, është i heshtur, por që një fjalë ka një lirë. Kurse i dyti, do më thonë është 8 vjeç, mirë po është aq i gjallë, është hiperaktiv, edhe nuk ndalon as së foluri, as së punuari në përshpi, intereson çdo punë, në kuzhinë, në vetura, gjithçka. Do më thonë është tepër i gjallë, edhe kemi problem se nuk e don shkollën, punën. Problemi vetëm është shkolla taj, këtu nuk më ka gjasu. Tani mos japi mesazh të keq për publikun, se shkolla është për gjithçka, po jo gjithmonë njerëzit të shkolluar kanë arritur në jetë. Me të thënë drejtën, unë mendoj se edhe pse nuk kam mujt me arritun e më herët, aq shumë e kam pas shef shkollën, që kam qenë edhe e dallume, ndoshta në shkollë mesme, domethënë ku marr diplomën një ndër nxënësat më të shkëlqyer, edhe fillova fakultetin, mirë po nuk mujta me mbaru, shkum në Zvicër pas martesës, por që tani jam kthy edhe kam vazhdu, sepse aq jam, nuk e di, sa t'jem gjallë e kam qef vetëm me mësu.
me zbulu, me studiu, gjithçka. Do të thënë do ta vësh në përdorim trurin. Po, në funksion. Në funksion. Sepse kabllat pak janë largu tash pi ofroje. Çfarë të bën të vazhdosh edhe kur gjithçka është kundër teje? Guximi, forca, pasionin që e kam të flakt, nuk më dalon mua gjë. Më thoj një moment ku ti vërtet ke qenë në rrezik gjatë kohës kur ti ke bërë drift. Që vërtet mund të ketë ikur makina, nuk e di, ka patur raste të këtilla? Që ke qenë rrezikuar për jetën? Rastin e fundit ishte për jetën jo. Nga që ende nuk jam fut në drift të garave që bëhen në për pistat mëdha në për Evropë, por jemi në drifte rreth rrotullim në vend apo në goma apo njerëz në mes. Rrezik jetës timës jo, mirë po të vllaut ndoshta. Është fut në mes, edhe unë jam sjell rreth vllaut, kështu që nuk ka qenë edhe shumë rrezik, sepse është edhe ai është një i shkathët në këto raste, domethënë reflekset e shpejta i ka dhe e din sa kam kapacitet unë në atë moment, por që është e mundur edhe vetura që tik, sikur që ishte rasti i fundit në Kosovë, ata më thonin që ka ulje në tokë, unë mendoja se është ujë, edhe thash s'ka dert. Edhe shkaki i ujit, domethënë rrëshqitja nuk është edhe aq e rrezikshme sa është ulja. Normalisht. Edhe unë në atë moment kur e kom sjell, domethënë ka ik vetura. Kom shku turshit. Kështu që ishte publika rreth rrotull. Edhe në ato momente vllau më ka bërë dil maknej, domethënë me mimika. Zakonisht kur dalim nëpër pista i kemi bashkëshorti, është ekipa që e kam Redline Tuning Drift. Janë 8 djem. Jam të kujdesshëm, tanë kohës se jemi me shikime kuptojemi. Kështu që nuk ka pas rrezik jetës asnjëherë. Unë jam Shot Galica. Do të luaj rolin e Shot Galicës, në fakt ka qenë një rrugtim interesant i joti. Unë e di shumë bukur se me sa dëshire kishe ta realizosh, domethënë ja kishe vënë vetes qëllimin o do realizoj Shot Galicën, se s'bën. Po, është e vërtetë. Dhe arrite ta realizosh, domethënë Shot Galica e vitit 2025 u bë muhabeti të gjithë mediave shqiptare. Ku nuk u fol për ty? Nuk e di, po që une, si që thash edhe më herët, guximi, ndoshta forcën që e kam, pozitivitetin që e kam, ëndrat që i kam, maksimumin e jap, edhe kokëfortësinë ndoshta, që kur du diçka më arrit, do e arri. Nga të erdhe e frymëzim të realizosh figurën e Shot Galicës. Pikërisht për datën e 28 nëntorit, më thëmë për ato të cilët mund t'ju ketë ikur si fotografia, apo ndoshta nuk e lidhin dot figurën, është Aishja e cila ka qenë nën petkun e Shot Galicës, si për një kalit, duke bërë lëvizje në përshkup deri në skenën që ishte përgatitur në fakt nga vetë ju. Deri tek sheshi. Tek sheshi për festën e 28 nëntorit, që ju në fakt ja kushtuat këtë manifestim, këtë moment të bukur qytetit Shkupit, shqiptarëve të Maqedonisë, por falë mediave online, u kënaqën të gjithë shqiptarët kudo që janë. Po, ashtu është. Mendoj se ka qenë një ide vete imja qatë natës, që kemi qenë para 2 vite nëse s'gaboj në Shqipëri, 28 nëntorin, paradën e shqiptarëve në të gjitha shtetet, mendoj. Edhe aty ka lind një ide, thash pse mos ta realizojmë edhe ne në Shkup një gjatë tillë. Mirë, po atje nuk ka pas Shot Galicë, ka qenë Skënderbeu, i cili edhe ka marrë qëndrimin fiks sikur Skënderbeu, as nuk ka buzëqesh, edhe ka kërku falje në media që nuk ka mujt me u buzëqesh disa personave, sepse aktrimin e ka bë fiks kështu serios, po. Mirë, po unë nuk mundem t'jem ashtu, nga që gjithë publiku më dojnë. Lagjet, shqiptarët në përgjithësi, është kënaqësi, edhe aty
thash bashkëshortit pse nuk e luaj unë, nuk e interpretoj rolin e shote Galicës, edhe pse historia e saj më ka lënë edhe pak përshtypje të brendshme, sikur që thash jam e ndjeshme, edhe si nonë, edhe si gru, domethënë ajo e tregon forcën, guximin e një femre shqiptare, që ka luftu kundra forcave, ka qenë një luftarake mes meshkujve, është paragjyku, është kujdes për jetimat e luftarëve, domethënë ishte një figurë që për mu me të vërtet ndoshta nuk e kom ditë detajisht, por që kur lexojsha më shumë për të, më frymëzoi edhe më shumë. Edhe kam pas pak problem me veshjen derisa e takova edhe një shok që më premtoi se do i gjenë. Kështu që kuajt i kishim problem se nga ti marrë, por që e falemnderoj shumë personin nga Tetova që është i Merin, ai më siguroi dy kuaj, po thash ti keme qenë prezent me mu, sepse e din se qysh reagojnë kuajt në qytet, sepse është vështirë, kuptohet. Sepse pat edhe zhurma, motora, domethënë kemi qenë parada, edhe pse nuk u bë aq shumë e madhe organizimi sa që e mendova, domethënë kisha plane shumë të mëdha, mirë po koha nuk na mbajti mirë, edhe kishim frikë, domethënë disa nuk mundshin me nxjerr motorat që i kishin, kemi pas kësi, domethënë problematika të vogla, mirë po unë e vendosa t'ja dalë. Dhe ja dolë. Ashtë edhe mos dalëshin ato, unë me kali do dalë. Dhe arrita qëllimin. E arrita qëllimin, edhe gjithë shka shkoj mirë, përveç se pak kali e mu tremp, pak si shumë. Një kohë, do më thonë 1 kilometër, nashta, muj me thonë, nashta ma pak, ka pas frikë nga valvitja e flamurit. Nga që unë kërkova mos t'ja vendon ata që i vendon anësh që t'she vetëm para. Deshta tjetë kali shumë i thjesht, ashtu sikur në luftra, fiks, pamje tamam qysh duhet, edhe do më thonë ata shohin shumë brapa. Mirë po une me atë veshje e ndjesha vetën shumë trimëresh. Por që kam edhe praktike edhe me kuaj, vetëm kisha frikë njerëzit mos të ofrohen, apo mos çmendet kali, po jo, nuk e komendu edhe shumë, nga që edhe di me derigju në shtatë e dykun. Me rëndësi unë për vete edhe pse rëzona, di që shmërzu, jo në atë mënyrë që me më lëndu kali, po kështu ja kena dalë. Mirë, ka funksionu gjithë shka mirë, edhe pse ka qenë edhe tek qendra Mavrovka, kam dash që kali të ngrihet në 2 këmbë, mirë po ishte një me motor që u ofru, nga frika aty edhe më, do më thonë, e morë anën e negative kali edhe nuk munda me realizuat pjesë. Por rëndësi ka që, do më thonë, festa si fest, doli shumë fest e bukur. Po, gjithë shka ka qenë, sikur që e kom bo filmin unë me trunin, ashtu ka funksionu, falë edhe ekipës që e kom pas, do më thonë, falë policëve, kemi pas edhe njerëz që na kanë mbështet vullnetarisht, zjarë fiksat, gjithë shka ka qenë ashtu si duhet. Tashi pasi që e bërë VIP. A do hysh në Big Brother? Jo, asë njerë. Pse? Nuk më pëlqen. Seriozisht? Jo, seriozisht nuk më pëlqen. Bashëm kurioztarët a di se çfarë personaliteti do të kishe ty aty brenda? Do i rihje apo do të rihnin? Flas kështu shpirtërisht. Asnjërin. Gjithmonë tërheqna. Do me thënë një femër që merret me drift ka një shpirt shumë të butë, do të thuash. Unë jam e egrë vetëm në pasionin tim. Ose nëse bëhet fjalë për komb, nuk e di. Ose nëse me prekim fëmit. Këto 3 pika. Këto 3 pika janë. Ndërsa në përditshmëri e natyre qetë. Në përditshmëri jam shumë e qetë. Nuk i kam qef, ju largona shumë fjalëve, edhe nëse i dëgjoj të më shoh. E kuptova. Jam një tip që tërheqna. Jemi drejt fundit. Kemi bërë 24 minuta. Të lutem shumë për fund, dhe më vjen shumë keq që koha po mbaron. Ku të ndalej koha? Lufta më e madhe apo betejë jote më e madhe me botën apo me veten? Me veten.
me veten. Po, do arri, s'do arri. Do arri. Domethënë përfundimi është që do arri. Do për mëgëzuar? Botën nuk e mendoj fare. Mëgëzuar. Faleminderit shumë që ishe. Faleminderit gjithashtu. Respekt. Të dashur miq, takohemi të dielën tjetër me tjetër protagonist.